Muzeu Ikonografik Onufri në qytetin e Beratit ka qenë një nga institucionet kulturore më të vizituara gjatë vitit 2025, duke tërhequr një numër të lartë vizitorësh vendas e të huaj. Lajmi është bërë ditur nga kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale, ku thekson se për të dytin vit radhazi ky muze kap shifrat e 100.000 vizitorëve. Interesi i shtuar për muzeun e Onufrit dhe jo vetëm është një tregues i qartë se trashëgimia kulturore shqiptare po vlerësohet gjithnjë e më shumë nga turistët e huaj, por edhe nga vetë qytetarët shqiptarë. Muzeu Onufri, i vendosur brenda ambientit të katedrales Fjetja e Shënmërisë, në Kalan e Beratit, ekspozon vepra të ralla të ikonografit të njohur Onufri, si edhe punime të mjeshtërve të tjerë të artit post-bizantin. Rritja e numrit të vizitorëve vjen në një kohë kur Shqipëria po një zhvillim të ndjeshëm të turizmit kulturor, duke e kthyer trashëgimin historike dhe artistike në një faktor kyç për promovimin e vendit. Autoritetet shprehen se investimet në restaurimin, promovimin dhe menaxhimin e siteve kulturore do të vijojnë me synimin për ta bërë këtë deg një shtyllë të rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm.